Në kuadër të masave të shtuar për parandalimit dhe goditjen e krimeve ndërkufitare, shërbimet e policisë kufitare në Rinas kanë realizuar një operacion të suksesshëm në pikën e kalimit kufitar, duke sekuestruar një shumë të konsiderueshme parash dhe proceduar penalisht një shtetas izraelit. Operacioni zhvillua në kuadër të kontrollit të imtësishëm të pasagjerëve që kalonin përmes pikës kufitare të Rinasit. Kontrolli, i cili ka për qëllim parandalimin dhe identifikimin e aktiviteteve kriminale, përfshin gjithashtu edhe monitorimin e shmangësisë së deklarimit të pasurisë, veçanërisht për ato persona që tentojnë të kalojnë kufirin në sasi të mëdha parash, pa e deklaruar siç e kërkon ligji. Në këtë rast, shërbimet kufitare, në mbështetje të shërbimeve doganore, arritën të ndalonin një shtetas izraelit 45 vjeç, i cili tentoi të kalonte kufirin me një shumë të padeklaruar prej 194.000 eurosh. Sipas ligjit shqiptar, çdo shumë që kalon mbi një kufi të caktuar duhet të deklarohet. Por 45 vjeçari nuk e ka bërë këtë, duke tentuar të shmang kontrollin doganor dhe të kalonte me parat pa asnjë informacion për autoritetet. Pas ndalimit të tij dhe sekuestros të shumës prej 194.000 eurosh, janë referuar materialet procedurale në Prokurorinë e Tiranës për veprime të mëtejshme. Një procedim është hapur në gjendje të lirë ndaj shtetasit izraelit dhe pritet të vazhdojnë hetimet për të zbardhur të plot ngjarjen, si dhe për të marrë masa të tjera ligjore ndaj personit në fjalë. Ky rast vjen në një kohë kur autoritetet shqiptare kanë forcuar masat e sigurisë në kufi, duke u angazhuar për të parandaluar krimet ndërkufitare, shpërndarjen e parave të palishme dhe trafikimin e mjeteve dhe madrave të tjera të ndaluara. Kontrolli i pasagjerëve dhe automjeteve ka qenë gjithmonë një fokus kryesor i policisë kufitare, e cila në bashkëpunim me shërbimet doganore është angazhuar për të siguruar një kalim të rregullt dhe pa probleme në kufirin shqiptar. Për momentin, hetimet janë duke u zhvilluar në Prokurorinë e Tiranës, e cila do të vendosë për veprime të mëtejshme ndaj shtetasit izraelit. Për momentin, hetimet janë duke u zhvilluar në Prokurorinë e Tiranës, e cila do të vendosë për veprimet e mëtejshme ndaj shtetasit izraelit. Autoritetet apeluan për më shumë vigjilencë dhe bashkëpunim me qytetarët për të parandaluar aktivitetet e palishme që dëmtojnë ekonominë dhe sigurinë kombëtare.